Dy nga figurat më të spikatura dhe më të njohura të ekranit shqiptar, Ledion Liço dhe Alketa Vesiu, janë shfaqur së fundmi bashk, duke tërhequr vëmendjen e publikut dhe ndjekësve të tyre në rrjetet sociale. Të dy kanë publikuar një Insta story ku shihen në shoqërinë e njëri tjetrit të buzëqeshur dhe në një atmosferë të ngrohtë, çka ka ngjallur menjëherë interes dhe komente të shumta. Ky moment shihet si një sinjal pozitiv pasi tregon qartë se pavarësisht se përfaqësojnë dy nga mediat më të mëdha dhe historikisht rivale në vend, Top Channel dhe TV Klan, kjo nuk i pengon figurat kryesore të tyre të ruajnë marrëdhënie korrekte dhe miqësore. Në një realitet mediatik shpesh të ndarë nga konkurenca e fortë, ky bashkëpunim simbolik vlerësohet si shembull profesionalizmi. Përmes një fotografie bardhë zi ku Ledion Liço shfaqet duke qeshur, Alketa Vesiu ka zbuluar edhe arsyen e këtij takimi. Moderatorja ka bërë të ditur se sonte do të jetë pjesë e spektaklit më të ndjekur të momentit, Big Brother VIP. Në foton e publikuar në Insta Story, Alketa shkruan me nota humori: Big Sister viziton vllajën e madh, duke konfirmuar kështu praninë e saj në shtëpinë më të famshme në Shqipëri dhe duke shtuar pritshmëritë për një moment televiziv që pritet të komentohet gjerësisht.